15 lutjet e Shën Brigjitës. Nderim ndaj plagëve të Krishtit. Për një kohë të gjatë, Shën Brigjita donte të dinte numrin e plagëve që Zoti ynë mori gjatë mundimeve të tij. Një ditë ai u shfaq asaj dhe i tha: "Mora 5480 goditje në trupin tim. Nëse dëshiron t'i nderosh ato në një farë mënyre, thuaj 15 Ati ynë dhe 15 të Falemi Mari me lutjet e mëposhtme për një vit të tërë. Kur të mbaroj viti, do të kesh nderuar secilën nga plagët e mia. Ati ynë që je në qell, u shenjtëroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bë vullnesa jote, si në qell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, dhe mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të Falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. E shenjta Mari, nëna e mësot, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Lutja e parë. O Jezu Krisht, ëmbëlsie e përjetshme për ata që të duan, gëzim që te i kalon çdo gëzim dhe dëshirë, shpëtim dhe shpresë të gjithë mëkatarëve, që ke vërtetuar se nuk e dëshirë më të madhe se sa të jesh midis njerëzve, madje duke marrë natyrën njerëzore, në plotësinë e kohës për dashurinë e njerëzve. Kujto të gjitha vuajtjet që ke duruar, që nga momenti i ngjizjes tënde dhe veçanërisht gjatë mundimeve të tua, siç ishte dekretuar dhe urdhëruar nga e gjithë përjetësia në planin hyjnor. Kujto o Zot, se gjatë darkës së fundit me dishepujt e tu, pasi u lave këmbët, u dhe atyre trupin dhe gjakun tënd më të çmuar, dhe ndërsa në të njëjtën kohë i ngushëllove ëmbëlsisht, u parathe atyre mundimet e tua të ardhshme. Kujto trishtimin dhe hidhërimin që përjetove në shpirtin tënd, ndërsa ti vetë dëshmove duke thënë: shpirti im është i trishtuar deri në vdekje. Kujto gjithë frikën, ankthin dhe dhimbjen që vuajte në trupin tënd delikat, para mundimit të kryqëzimit, kur pasi u lute 3 herë, i larë në dirë zgjaku, u tradhtove nga Juda, dishepulli yt, u arrestove nga populli një kombi, që ti e kishe zgjedhur dhe ngritur, u akuzove nga dëshmitar të rem, u gjykove pa drejtësish nga 3 gjyqtar, gjatë lules së rinisate dhe gjatë sezonit solemn të Pashkëve. Kujto se u zhveshe nga rrobat e tua, dhe u veshe me rroba talljeje, se fytyra dhe sytë e tu ishin të mbuluar, se u godite me grushta, u kurorëzove me gjëmba, një kallam i vendosur në duart e tua, se u shtype me goditje dhe u mposhte me fyerje dhe mizori. Në kujtim të gjitha këtyre dhimbjeve dhe vuajtjeve që durove, para mundimeve të tua në kryq, më je para vdekjes sime, pendim të vërtet, një rrëfim të sinqert dhe të plot, kënaqësi të denjë dhe faljen e të gjitha mëkateve të mia. Amen. Ati ynë që je në qell, u shenjtëroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bë vullnesa jote, si në qell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, dhe mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të Falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. E shenjta Mari, nëna e mësot, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Lutja e dytë. O Jezus, liri e vërtet e ëngjëjve, parajs kënaqësish, kujto tmerrin dhe trishtimin që përjetove kur armiqtë e tu, si luan të tërbuar, të rrethuan me mira fyerje, pështyma,
goditje, prerje dhe mizori të tjera të padëgjuara, të torturuan sipas dëshirës, duke marrë parasysh këto mundime dhe fjalë fyese, të lutem ty, o shpëtimtari im, të më çlirosh nga të gjitha armiqtë e mi, të dukshëm dhe të padukshëm, dhe të më çosh në mbrojtjen tënde, në përsosmërinë e shpëtimit të përjetshëm. Amen. Ati ynë që je në qell, u shenjtëroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bë vullnesa jote, si në qell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, dhe mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. E shenjta Mari, nëna e tem sot, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Lutja e tretë. O Jezus, krijuesi i qiellit dhe i tokës, që asgjë nuk mund të përfshi ose kufizoj, ti që mbështje dhe mban gjithçka nën fuqinë tënde të dashur, kujto dhimbjen shumë të hidhur që vuajte, kur ju denjë gozhduan duar dhe këmbët e tua të shenjta në kryq, me goditje pas goditje, me gozhë të mëdha të pastra, dhe duke mos të gjetur në një gjendje aq të mjerueshme sa për të shuar tërbimin e tyre. Ata i zjeruan plagët e tua, dhe i shtuan dhimbjes, dhe me mizori të papërshkrueshme, shtrin trupin tonë në kryq, të tëroqën nga të gjitha anët, duke zhvendosur kështu gjymtyrët e tua. Të lutem o Jezus, në kujtim të kësaj vuajtje shumë të dashur të kryqit, të më japësh hirin të kem frikë dhe të dua. Amen. Ati ynë që je në qell, u shenjtëroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bë vullnesa jote, si në qell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, dhe mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. E shenjta Mari, nëna e tem sot, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Lutja e katërt. O Jezus, mjek qellor, i ngritur lart në kryq për të shëruar plagët tona me të tuat, kujto plagët që vuajte, dhe dobësinë e të gjithë gjymtyrëve të tua, që ishin të fryra në një shkallë të tillë, sa që nuk ishte kur dhimbje si e jotja, nga maja e kokësate, deri te shputat e këmbëve të tua, nuk ishte as një vend në trupin tënd, që nuk ishte në vuajtje, e megjithatë, duke haruar të gjithë vuajtjet e tua, ti nuk pushove së luturi Atit tënd qellor për armiqtë e tu, duke thënë, Atë, fali ata, sepse nuk dinë çfarë bëjnë. Nëpërmjet kësaj mëshire të madhe dhe në kujtim të kësaj vuajtje, bëj që kujtimi i pasionit tënd më të hidhur të na shkaktoj një pendim të përsosur dhe faljen e të gjitha mëkateve tona. Amen. Ati ynë që je në qell, u shenjtëroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bë vullnesa jote, si në qell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, dhe mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. E shenjta Mari, nëna e tem sot, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Lutja e pestë. O Jezus, pas qyre shkëlqimit të përjetshëm, kujto trishtimin që përjetove, kur sodite në dritën e hyjnisë tënde, para caktimin e atyre që do të shpëtoheshin
nga meritat e pasionit tënd të shenjtë, pe në të njëjtën kohë turmën e madhe të të dënuarve, që do të mallkoheshin për mëkatet e tyre, dhe u ankove me hidhërim për ata mëkatar të humbur pa shpresë dhe fatkeq, në përhumnerën edhe mshurisë dhe mëshirës, dhe veçanërisht nëpërmjet mirësisë që i tregove hajdutit të mirë, kur i the: "Sot ti do të jesh me mua në parajs." Të lutem ty, o Jezus i ëmbël, që në orën e vdekjes sime të më tregosh mëshirë. Amen. Ati ynë që je në qell, u shenjtëroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bë vullnesa jote, si në qell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, dhe mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. E shenjta Mari, nëna e mësot, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Lutja e 6. O Jezus, mbreti dashur dhe shumë i dëshirueshëm, kujto hidhërimin që vuajte, kur i zhveshur dhe si një kriminal i zakonshëm, u lidhe dhe u ngrite në kryq, kur të gjitha afërmit dhe miqtë tu të braktisën, përveç nënës tënde të dashur, e cila qëndroi pranë teje gjatë agonisë tënde, dhe të cilën ja besove dishepullit tënd besnik, kur i the Maris: "Grua, ja biri yt", dhe Shën Gjonit: "Bir, ja nëna jote." Të lutem ty, o shpëtimtari im, me shpatën e pikëllimit që shpoj shpirtin e nënës tënde të shenjtë, të kesh dëmshuri për mua, në të gjitha vuajtjet dhe mundimet e mia, si trupore ashtu edhe shpirtërore, dhe të më ndihmosh në të gjitha sprovat e mia, dhe veçanërisht në orën e vdekjes sime. Amen. Ati ynë që je në qell, u shenjtëroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bë vullnesa jote, si në qell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, dhe mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. E shenjta Mari, nëna e mësot, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Lutja e 7. O Jezus, burimi i pashtershëm i dëmshurisë, që me një gjest të thellë dashurie tha nga kryqi: "Kam etje." Vuajti nga etja për shpëtimin e racës njerëzore. Të lutem ty, o shpëtimtari im, të ndezësh në zemrat tona dëshirën për të prirur drejt përsosmërisë në të gjitha veprimet tona, dhe të shuash në ne epshin e mishit dhe zjarin e dëshirave të kësaj bote. Amen. Ati ynë që je në qell, u shenjtëroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bë vullnesa jote, si në qell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, dhe mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. E shenjta Mari, nëna e mësot, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Lutja e 8. O Jezus, ëmbëlsi e zemrave, kënaqësi e shpirtit, me anë të idhësisë së uthullës dhe vrerit që shijove në kryq për dashurinë tonë, na jep hirin për të marrë denjësisht trupin dhe gjakun tënd të çmuar, gjatë jetës sonë dhe në orën e vdekjes sonë, që ato të shërbejnë si ilaç dhe ngushëllim për shpirtrat tanë. Amen.
Ati ynë që je në qell, u shenjtëroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bë vullnesa jote, si në qell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, dhe mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. E shenjta Mari, nëna e tem sot, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Lutja e 9. O Jezus, virtyt mbretëror, gëzimi mendjes, kujto dhimbjen që durove kur u zhyte në një oqean i dërimi, në afrimin e vdekjes, i fyer, i zemëruar nga judenjt, ti thire me zë të lartë, se u braktise nga ati yt, duke thënë: Perëndia im, pse më ke braktisur? Përmes këtij ankthi, të lutem ty, o shpëtimtari im, të mos më braktisësh në tmerret dhe dhimbjet e vdekjes sime. Amen. Ati ynë që je në qell, u shenjtëroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bë vullnesa jote, si në qell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, dhe mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. E shenjta Mari, nëna e tem sot, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Lutja e 10. O Jezus, që je fillimi dhe fundi të gjitha gjërave, jetës dhe virtytit, kujto se për hirin ton, ti u zhyte në një humner vuajtjesh, nga thëmbrat e këmbëve të tua, deri në majën e kokës tate, duke marrë parasysh madhësinë e plagëve të tua. Më mëso të mbaj nëpërmjet dashurisë së pastër urdhërimet e tua, rruga e të cilave është e gjerë dhe e lehtë për ata që të duan. Amen. Ati ynë që je në qell, u shenjtëroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bë vullnesa jote, si në qell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, dhe mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. E shenjta Mari, nëna e tem sot, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Lutja e 11. O Jezus, humner e thellë mëshire, të lutem ty, në kujtim të plagëve të tua, që depërtuan deri në palcën e kockave të tua, dhe në thellësinë e qeniesate, të më tërheqësh mua, një mëkatar të mirë, të mbikarkuar nga fyerjet e mia, larg mëkatit dhe të më fshesh nga fytyra jote e acaruar, me të drejtë kundër meje. Më fshi në plagët e tua, derisa zemërimi dhe indinjata jote e drejtë të kenë kaluar. Amen. Ati ynë që je në qell, u shenjtëroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bë vullnesa jote, si në qell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, dhe mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. E shenjta Mari, nëna e tem sot, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Lutja e 12. O Jezus, pasqyrës së vërtetës, simboli i unitetit,
lidhje bamirësisë. Kujto numrin e madh të plagëve me të cilat u mbulove nga kokat e këmbët, i shqyer dhe i skuqur nga derdhja e gjakut tënd të adhurueshëm. O dhimbje e madhe dhe universale, që vuajte në mishin tënd të virgjër, për dashurinë ndaj nesh. Jezus më i ëmbël, çfarë mund të kishe bërë për ne që nuk e bëre? Fryti i vuajtjeve të tua uri për të rift në shpirtin tim, me anë të kujtimit besnik të mundimeve të tua, dhe dashuria jote u shtoft në zemrën time çdo ditë, derisa të shoh ty në përjetësi, ti që je thesari çdo të mire të vërtet, dhe çdo gëzimi, të cilin të lutem të ma japësh, o Jezus më i ëmbël në qell. Amen. Ati ynë që je në qell, u shenjtëroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bë vullnesa jote, si në qell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, dhe mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. E shenjta Mari, nëna e tem sot, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Lutja e 13. O Jezus, luani fort, mbreti i pavdekshëm dhe i pamposhtur, kujto dhimbjen që durove, kur e gjithë forca jote, si morale ashtu edhe fizike, u shterua plotësisht, ule kokën tënde duke thënë, u krye. Përmes këtij ankthi dhe pikëllimi, të lutem ty, Zot Jezus, të më mëshirosh në orën e vdekjes sime, kur mendja ime do të jetë shumë e trazuar, dhe shpirti im do të jetë në ankth. Amen. Ati ynë që je në qell, u shenjtëroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bë vullnesa jote, si në qell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, dhe mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. E shenjta Mari, nëna e tem sot, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Lutja e 14. O Jezus, biri vetëm i Atit, shkëlqim dhe figure substancës së Tij, kujto rekomandimin e thjeshtë dhe të përullur që i bëre shpirtit tënd, Atit tënd të përjetshëm, duke thënë: Atë, në duart e tua po e lë shpirtin tim, dhe me trupin tënd të shqyer, zemrën tënde të thyer, dhe thellësitë e mëshirës tënde të hapura, për të na shpenguar, ti vdiqe. Me këtë vdekje të çmuar, të lutem ty, o mbreti shenjtorve, më ngushëllo dhe më ndihmo t'i rezistoj djallit, mishit dhe botës, në mënyrë që duke qenë i vdekur për botën, të mund të jetoj vetëm për ty. Të lutem ty në orën e vdekjes sime, të më pranosh, një pelegrin dhe një të mërkuar që kthem tek ty. Amen. Ati ynë që je në qell, u shenjtëroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bë vullnesa jote, si në qell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, dhe mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. E shenjta Mari, nëna e tem sot, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Lutja e 15. O Jezus, hardhije vërtet e frytdhënëse, kujto derdhjen e bollshme të gjakut, që ti e derdhe me aq bujari nga trupi yt i shenjtë, si një lëng nga rushi në një shtyp severe.
nga ana jote, e shpuar me një shtis nga një ushtar, gjaku dhe uji dolën derisa nuk mbeti asnjë pikë në trupin tënd. Dhe më në fund, si një tufë mire e ngritur në majë të kryqit, mishi yt delikat u shkatërua, vetë substanca e trupit tënd u tha, dhe palca e kockave të tua u tha. Nëpërmjet këtij pasioni të hidhur, dhe nëpërmjet derdhjes së gjakut tënd të çmuar, të lutem ty, o Jezus i ëmbël, të marrësh shpirtin tim kur jam në agonin time të vdekjes. Amen. O Jezus i ëmbël, shpos zemrën time, që lotët e pendimit dhe dashurisë të jenë buka ime ditë e natë. Le të kthehem plotësisht tek ty. Le të jetë zemra ime banesa jote e përhershme. Le të jetë biseda ime e këndshme për ty. Le të jetë fundi jetës ime kaq i lavdërueshëm sa të meritoj parajsën. Dhe atje me shenjtorët e tu, të lavdëroj ty përgjithmonë. Amen.